Dhe ky është edhe problemi më i madh. Dhe kjo do sjellë përplasje të mëdha me zionizmin. Pra, përplasjet janë këto. Përplasje që do shkojnë deri... Përplasja, unë nuk mendoj që do të kemi përplasje interesash, dhe në këto interesa hyn edhe këta aktorët e tjerë rajonal, siç është Irani, siç është Iraku. Pra, të gjithë aktorët e tjerë rajonal do duan të përfitojnë nga kjo përplasje për interesat e tyre. Sigurisht. Pra, këtu do të kemi gjë parasysh, për interesat e tyre. Dhe varet pastaj tek garancitë që japin aktorët kryesorë. Pra, çfarë garancia jep Shtetet Bashkuara, çfarë garancie jep Turqia në raport me Iranin sepse janë edhe fqinj, dhe çfarë garancie jep Rusia nesër Turqisë në këtë aspekt, sepse këtu është biseda e madhe. Pra ky është gjithë problemi i këtyre që shtrohet. Dhe në rast se arrin të gjejnë garanci, është e qartë që palët, asnjë prej palëve nuk pajtohet me një realitet ku njëra palë ka kontroll absolut mbi Sirinë. Kjo është. Dhe natyrisht që në rastin konkret palët më të shqetësuar janë Izraeli dhe Irani, sepse Irani ka patur një kontroll relativisht të gjerë mbi Sirinë, ndërkohë që Izraeli ka tentuar gjithmonë që të zgjerojë kontrollin mbi Sirinë. Dhe në fazën e fundit të Asadit, Asadi ishte një proxy i Izraelit në fundit. Dhe natyrisht që kemi edhe dy aktorët e tjerë të mëdhenj, që janë Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe pajtimi i interesave të gjitha këtyre palëve në çështjen e Sirisë është një ekuacion me shumë të panjohura, është jashtëzakonisht e vështirë. Për mua, zgjidhja më efektive është një qeveri unitare nën influencën e Turqisë, sepse i shoh interesat e Turqisë në Siri si interesa benigje, pra interesa pozitive, jo interesa negative si në rastin e Izraelit apo të Iranit, siç e kemi parë edhe deri së voni. Dritan, 5 minutat e fundit, Kina ka nisur le të themi, një stërvitje të gjerë ushtarake dhe ka rrethuar praktikisht Tajvanin në këtë. Kam edhe një hartë regjia aty. Çfarë po ndodh dhe pse kjo... Unë e kam thënë një dhe them, stërvitje të tilla janë stërvitje të programuara, quhen stërvitje plan kalendar. Prape programuar dhe jo, shikohet si e ka rrethuar Tajvanin, se sot janë ngritur dhe avion të Tajvanit. Duhet keni një gjë parasysh. Në ushtri, pra, të nxjerrësh nga reparti, qoftë edhe një batalion për 200 vetash, për një ditë të nxjerrësh nga reparti, për një marshim, 12 orë, është e programuar vjetore sepse do programosh ushqimin, do programosh lëvizjen, do programosh mjetet, do programosh karburantin, pra nuk e bën dot sot për nesër, sepse nuk ke të tillë, se nuk ka asnjë fakt i ka aty. Për nesër. Po shiko, sigurisht do jesh gati mos. Jo, prandaj po them, të kalojmë të në anën ushtarake, çdo lloj ushtrie ka nivel gatishmërie. Pra niveli i gatishmërisë qëndron. Nuk është se të gjithë rrin, edhe lozin domino, edhe burra ra alarmi luftë apo çfarë bëjmë. Jo. Në ushtri niveli i gatishmërisë është me nivele, pra niveli i parë, i dytë, i tretë, i katërt, pra varet, për shembull Izraeli e ka gjithnjë në nivelin e tretë. Tashmë që në luftë ka në nivelin e katërt, gatishmërinë luftarake. Pra i ka gati, pra kështu funksionon të gjitha ushtrit. Pra ke një pjesë të forcave që mbajnë gatishmërinë, ke një pjesë të forcave që janë vlerësimit të rrezikshmërisë. Prandaj të gjitha këto, sidomos këto lloj stërvitjesh, janë të programuara. Ajo çfarë ndodh në këtë stërvitje duhet diskutuar, pra ngritja e avionëve tajvanez është një, për mendimin tim nga ana ushtarake, sot është një veprim totalisht i gabuar. Pse është i gabuar? Nga aspektin ushtarak. Sot, këta e kanë rrethuar me anije të ndryshme. Të gjitha ato anije, një pjesë, 2 prej këtyre anijeve janë anije radar. Dhe çfarë bën? Në momentin që ti ngre avionët, ai arrin të përcaktojë qartësisht kohën e ngritjes së avionëve, kapacitetet e tua aeronave, pra sepse ai është ka rrethuar. Dhe ti jep atij mundësi që në këtë stërvitje, ai këtë stërvitje ta kthejë në stërvitje reale nesër për një luftë, sepse ai di saktë nga mund vinë avionët e tu, nga ngrihen avionët e tu, sa është koha reale e reagimit të avionëve të tu, kur është koha reale e reagimit të tu, dhe plus ti ke ndezur për të ngritur këtë avion, për t'i mbajtur në mbrojtje, Tajvani detyrohet të ndezë radarat. Dhe në moment që ke ndezur radarat, avionët kinez kanë radar që kapin valën e radarëve, si çdo avion tjetër. Dhe ai përcakton saktësisht vendodhjen e radarëve të tu. Dhe ti të zhvendosësh radarat nesër. Këto të zhvendosësh një radar, çfarë do thotë të vendosësh një strukturë të madhe energjike. Pra ai aktualisht të zbulon dhe qëllimi i këtyre stërvitjeve rreth Tajvan është për të zbuluar praktikisht të gjitha kapacitetet ushtarake të mundshme në një, sepse nuk ka zbuluar depot e armatimit të tyre, sepse ata nuk kanë hapur depot, por ama kapacitetet e para të kundërpërgjigjes, se këtu qëndron gjithë problemi. Pra kapacitetet e para të kundërpërgjigjes, ai të shef ty reagimin, sa e ke, çysh e ke.
dhe me një përballje siç janë për shembull me ushtri të tilla, përballë ushtrisë kineze, ruse dhe amerikane, veprimet e tilla janë të dëmshme për vendin i cili kërkon të mbrohet. Pra më mirë rri pasiv sepse është thjesht një stërvitje dhe rri vëzhgo, sesa të ngresh gjithë kapacitetin tënd ushtarak dhe të japësh atij të kuptoj dhe të kuptoj doktrinën tënde dhe mënyrën tënde të lëvizjes. Prandaj e shoh të gabuar nga ana e Tajvanit, se nuk është e parë që kanë bërë stërvitje kineze. Okej, stërvitja është e tillë, mbajnë në vëzhgim me aviona VAX të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por mos reago ushtarakisht nga ana jote në vetë, sepse jep atij mundësinë të në detaje të zbuloj mënyrën tënde të reagimit primar. Mentor, ushtarakët kinez, sipas Reutersit, thonë që ka filluar kjo stërvitje ajrore dhe detare për rreth Tajvanit për të shërbyer si një parajmërim i fortë dhe si një deterrent shumë i fuqishëm ndaj pavarësisë së Tajvanit. Dhe e ka quajtur Tajvanin gjithashtu presidentin e Tajvanit si parazit. Kjo ka koinciduar me një vizitën e sekretarit të mbrojtjes Shtetit Bashkuar të Amerikës në Japoni. Dhe prandaj është bërë edhe gjithë ky debat, sepse sekretari i mbrojtjes bëri disa deklarata të forta në Japoni dhe natyrisht që Tajvani është pjesë e Aleancës së Gjerë në Azinë Juglindore që kryesohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani Kjo nuk është hera e parë që rrethohet Tajvani nga nuk. Pra, thuaj se çdo vit e kanë bërë stërvitje. Kinezët e bëjnë gjatë gjithë kohës të gjë dhe natyrisht e bëjnë edhe si një mesazh për të dekurajuar çdo lëvizje separatiste, po ashtu edhe si një mesazh që kjo kohë e ambiguitetit strategjik po merr fund. Natyrisht që mësohen nëpërmjet realizimit të këtyre stërvitjeve, nxirren leksione shumë të rëndësishme në pikpamje të strategjisë dhe taktikës ushtarake që përdoret. Por keni parasysh që ushtrit funksionojnë edhe me war games, me lojra luftrash, të cilët janë skenar që realizohen, simulohen në kompjutera dhe që nxjerrin rezultate pothuajse që janë rezultate të pritshme empirike në teatr të luftimeve. Dhe këtë e bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, e bën NATO, e bën të gjitha vendet që kanë struktura ushtarake të qëndrueshme. Dhe është e sigurt që edhe Kina bën skenaret e saj dhe simulon luftrat reale në rastin e pushtimit të Tajvanit. Siç e bën edhe Tajvani nga ana e vetë. Pra, këtu është sepse logjika ushtarake është shumë interesante në mënyrën se si funksionon. Tani, ajo që më intereson mua në këtë rast është konteksti politik. Kjo statu quo, ku ne kemi një ambiguitet strategjik, ku Tajvani edhe është pjesë e Kinës, edhe nuk është pjesë e Kinës, sa i qëndrueshme është në të ardhmen. Sa i përket një periudhe afat shkurtër dhe ndoshta edhe afat mesme, Shtetet Bashkuara të Amerikës do bëjnë ç'është e mundur për ta mbajtur Tajvanin. Një nga avionët britanë që i kanë dhuruar amerikanët, F-26, F-16, si një aset strategjik. Një spari për të patur një çelës kontrolli mbi ekspansionizmin kinez në rajon, sepse kemi thënë edhe herë tjetër në këtë emision, në mos gaboj, që një fuqi e madhe të jetë një fuqi e madhe botërore, do duhet të ketë kontroll mbi rajonin e vet. Në moment që nuk ka kontroll mbi rajonin e vet, nuk projekton dot fuqi në nivel global. Dhe Tajvani është një element shumë i rëndësishëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës për të mbajtur nën kontroll zgjerimin e fuqisë kineze. Dhe s'dyti, keni parasysh që Tajvani ka një rëndësi shumë të madhe teknologjike për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pothuajse 60% e mikrochipeve prodhohen në Tajvan. Dhe sa të transferohet kjo industri në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kërkon një periudhë relativisht të gjatë kohore. Nuk është një diçka që mund të bëhet shumë kollaj. Tajvani do jeti pra kjo lloj në pikpamjen time, kjo lloj statu quo-je do mbetet e tillë për aq sa Shtetet Bashkuara të Amerikës të kenë varësi teknologjike nga Tajvani. Në momentin që kjo varësi merr fund, hapen perspektiva të reja. Dhe unë kam përshtypjen që ky Tajvani i vogël do e ketë pothuajse të pamundur të ruaj në afatgjat, të ruaj ambiguitetin strategjik. Sepse duhet të bëjmë qartë edhe për publikun se ka shumë njerëz që nuk e dinë.
edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një politikë që quhet One China Policy, pra politikën e një Kine, që e njohin Tajvanin si pjesë përbërëse të Kinës, por si një entitet